Përshëndetje. Thuhet se periudha më e artë e vllazënimit ishte në kohën kur udhëhiqej nga Ilyas Sina. Njëkohësisht ai ishte edhe futbollisti i vllazënimit, vetëm disa të dhëna. Në udhëheqjen e tij në vitin 1963-64, klubi i vllazënimit arrit të futet në ligën e atëhershme të përbashkët të Serbisë. Gjithashtu në udhëheqjen e tij vllazënimi arrin të bëhet kampion 4 vite radhazi në këtë ligë 1966-70, ku më pas kanë luajtur në kualifikime për ligën e dytë federative. Kohë e ardhë besoj për të gjithë ata që mbajnë mend këtë kohë. Besoj e kuptuat se sonte me mua dhe të ftuar në studion e televizionit Syrivizion është i famshmi Ilyas Sina. Zoti Sina, faleminderit që jeni sot me ne dhe përmes nesh me shikuesit tanë të bashkëbisedojmë. Po me andje ku marrë, se të shroj të me disa gjana që ndoshta publiku nuk i din për vllazënimin, të shroj të krijoj një qartësi në formë informate, por jo në formë lavdate. E kuptoj. Po, është të vërtet, vllazënimin e kum përcjell qysh kur isha fëmijë, në vitet 47. Në atë kohë, ju më duket edhe thatë, ndashta dëshoni, Faik Dushi ka qenë një tregtar udhëtar, ka qenë në Zagreb, edhe këtu ka ekzistu futballi, po ka ekzistu futballi që e kanë thurë këta që bojnë këpuc, me lëkur, gume menshme ka qenë Mëshikza, po Porci i Baktive. Kur ka pru topin e parë në Gjakova, jo ka qenë një knatësi, edhe me njëheri kanë fillu që të organizohen me pas një ekip, e cila do të përfaqësoj Gjakovën. Një send, shka është që mendoj... Cili vit ishte kë? Vitet 47-48. Stërvitjet u bëshin të fusha tërbes ka Bërkoci. Prej aty në gjeneratave du vetëm të ceki vllazit Zejmi, Ahmet dhe Qemal Zajmi, Zeq Luzha qetër që ka lujt, Zeqa ka qenë portjer, mandejnë do emnat çuditshëm me pseudonime, i majnë manu tashti mos me dalë Qesharak, e njefshim njoni Ocapi o kështut, edhe ajo ekip, mandej Gjakova e paraqiti ekipin me marrë pjesë dhe në ligë. Në ligë, unë e kumpakte me sytë mi, Gjakovart këpucët dhe përgatitin në thes, ishtë ishin, edhe i lushin Pejin, Prizen, këto dy... Ishte ligë zyrtare, apo ishte jo profesionale? Ajo ishte mas pari takime mes qyteteve. Ma vonë u bo dhe ligë e cila ishte si e shregullt. Mu për këtë arsy, vllazënimi natore në atë kohë qujke Pashtrik, se Pashtrikin e kemi shumë afër. Mas Pashtrikut, ma vonë e qujten kur mas shlirimit u qujt Bratstvo. Prej Bratspos, një takim që ishte në Prizren, Gjakovart, krenaria jonë ka qenë mos me leju me në shkel dikush, të pathyshëm u bo një kacafytje e madhe aty. Edhe prej andej jandru në emnin dhe javun vllazënimi. Identike me vllazërinë e Shkodrës. Këtu tashti trener nuk kishte. Ka qenë Esat Kryziu, i cili ka qenë pilot, a ju mundohke që t'ju boj një stërvitje, qëfar stërvitje asaj së di, as këta se din. Stërvitja ishte të bohemi dhe t'lujim edhe mandejne të thojmë se skuadra është në rregull dhe mund t'lujim. Mbase vetëm kam vrapuar? Kishte vetëm vrapime, mundi mi marrë me mend për shembull që një ekipe ka një top. Një njeri që nuk ka lidhje me atë profesion, i organizon dhe mundohet t'i majtë kompakt. Ai ishte një pedagog, ishte pilot i shkëlqyshëm, dhe mandejne fillun në këtë kohë ishtin të njohur si lojtar
ju tregova Vllazit Zajmi. Më falë ti përmend dhe disa emra. Çka ju thon këta emra? Selim Muaxhiri, Sokol Dobroshi, Ismet Stavileci, Qazim Damonaga, Sherif Luhani, Ilyas Berisha, Qamil Zhubi, Bektash Guska, Nimon Mulaj. Po. Kush ishin këta? Këta ishin gjakovar, nuk ishin të mëshuar, por gjakovar e në zonë në qytet. Edhe u afirmun si qytetar Gjakovës edhe ma shumë kur fillun ata me luj, që jo miri pas këtë aty. Pas këtynve mandejne erdhë Sahit Naqa, erdhë Qemajl Ahmed dhe Qemajl Zajmi, mandejne erdhë Selajdin Bingazi, erdhë ka qenë edhe një... Mirë, kur konsiderohet se Vllaznimi u konsolidua si klub? Me sekretar, me drejtor, me udhëheqës, me trajner, në përgjithësi? Me një sent, ju them, kur njëherë s'ka qenë Vllaznimi i organizum. Ata që i përmandet ju ma parë, ata e në konë dashamir të kulturës fizike dhe sportit gjakovar, të cilet edhe kanë finansu vetë, ata vetë jënë organizu. Unë kur thash as njëherë, me plot përgjithësi e thëmë, unë në atë kohë Vllazimi vetëm e dishin ata shokë stërvitshin në fushë tërbës, edhe thashin ne dilën lujme në pej. E në ora që ka që shifemi që to, këpuc të ishin përgatit janë thes, e dinin thes jonë, torba, edhe atje shkojshin. Mirë për, kryojshin një gjdo herë ka qenë thithës i publikut Vllaznimi. Këj mujtë unë e di në përvende kur kemi lujt na, lujshime në Prizren, një javë për para kanë qenë 20 vetë, lujke Vllazimi 6.000 vetë. Se është ekip që zgjoj ke interesim për dy arsyna. Për lojën që kultivojshin, për lartësin e kulturës sportive, që nuk dorëzohem edhe pse për ekipave të më të varfëra në Kosovë ka qenë çdo herë Vllazimi. A kishte serb në ekip të Vllaznimit? Flasin për vitet 60-70. Për që atë kur i përmendët ju, ka qenë Zhivki, a i ka shku në Kralev, e më ka dalë, a i ka qenë një teknik i shkëlqyshëm. Në vitet 60 nuk ka pas serb. Kur unë e kumë servit Vllazimin, ka qenë vetëm Aca Petrovici, i cili ka fillu edhe me gjenerata më të hershme. Por, për turp, kur ka qenë Stanici, një polic, i ka pru 7 serbën Vllaznim. Në qëfar kohë? Qëfar periude? Kur kom shku unë për Vllazimit, në vitin 71-72. Aty une në formë revolti e rshova Vllazimin. Isha në Paris, i kisha caktu stërvitjet militar me 15 korrek, kur shkoj aty e gjej aty, një njëri që u theshke Vllazimin, tha ky pisodi të shefi jëti, tha shurno me rëket shef me veti që në shpi, më udheq mu një polic, me gjithsaj masaj kër më konë në Ministri Kulturës Fizike, merë dhe në zyre edhe kërkoj falje, tha Ilyas, ata gjakovartë më kanë qu dhe më kanë thirë. Nuk i ka dëru ekipa Vllaznimit ma shumë se një sërb. Të kthehemi te koha e artë e Vllaznimit, nga dita e parë kur ju e morët rolin e trajnerit të këtij Vllaznimi. Po. Unë me 1958 isha trajneri klasës parë. Kisha kry 2 vjetë fakultet, edhe dalë me stërvit në stadion. I pa çdo shok që kom lujt me ta, tha Ilyas, apo vjen me nesën pej se lujim? Po mori thash, se nuk u verifikoshin ato librezat. Edhe mandejnë, po shof se e udheqke ekipin një ish lejtar, i cili nuk ka lidhje me atë punë, i shof përsëritet koha e 46-7, ai ishte ike me vrapu, atë mendova, shka të bëju që të ndryshoj dishka aty. Unë ishe i profesionit, atyre fillova stërvitjen intervale. Për mi u bo më të qartë, stërvitja intervale është që e ndrën shpejtësinë e vrapimit.
po unë që ishe shajëri, këta lojtarë t'ju vinë të i natë, ta shti lazi me mujtë, e nemës me mujtë, u këpotëshën të ngratë. Edhe mandej filloj vllazimi mo me stërvitje intervale. Dhe profesionale, besoj. Po, shumë profesionale. Une, Fakulteti i Kulturës Fizike ishte ma i forti në Evropë. Edhe mandejne isha i djaliri, 58, 22 vjeqar. Unë mendojsha, a me shku mi rashgju shudibit, arriti një moj vllazimit. Na e ta mi ndimu. Shkoj e ju thëmë që më thate e një kon të organizum, jo të organizum. Në komitetin komunal u kon një person aderu si futbalit, Boca Recep. Shkoj thash, thash une do të qoj vllazimin e në përgatitje në Deçan. A i më thëtë mu tha, nësë kemi, kur gjo, tha? Mjeta, parë. Kur gjo hyq? Thash une këta bëj vetë. Edhe shkoj, u kon kryqi kuq këtu, shkoj aty njësër prej piskotës, api... Së shmë rëndësi? Po, së më rëndësi. Pi thëmë, aki tend, shator që i tojnë, dhe i kom do shatorat atë kores. Se cili shator i merë 40 vetë. A mundësh me madhoni? Tha po, tha shëm vinë 40 vetë, 40 shatori, 40 shtetër, edhe gjitha këto gjana, thash e më vyjin, du mi shkoj unë në Deçan, mbi pushimorën e fmive, edhe më thojnë, që mund është mi shfridzu këto. Kjo krejt pa udhëheqësia qak kundërshtar ishin. Shkoj më thësh, thash, këto bile që toj, thash, e më vyjin, thash, 30 topa. Tha, 30 topa, që është se luat topin Gjakov, nësi kemi pas. Thash, unë e zdu me ngajt bërma, ta du në atë punoj. Shkum aty, e morëm me mbeti, shator, tenda u tërheq, u morën aty ishin lojtar që une i kom admiru, ta shu i servitshna. Edhe, për herë të parë, në Gjakov, edhe në vllaznim, fillun me qenë 3 stërvitje në ditë. Këta kanë stërvit 1 herë në javë, 2 herë në javë, kur aty, në 6 sahati filloj ka stërvitja parë, 6:30, deri në 7:30. Këtë malet e onës Deçanit, por ata s'mujshin munarë se u isha që vetë vrapojsha. Nuk mu i ke kërkush me thënë, valë qyshmër, unë me lazi po shkon e u mos më shku. Fillum aty na me stërvitje e në 6:30, e 11 edhe në 4. Vllazimi tashti në formë të organizume, mon nuk kishte me vrapu, po kishte me mësu. Ajo ka qenë gjenerata e parë që për duna ta ceki, në këte drejtim në disa, ne kur shkum gjanat ushqimore, vetëm bukën e blejshim. I mora krejtën kështkuq. U kon një periudhë i thëshin vote Trumanit, e Tomli, ato krejtën kështkuq. Kuzhinjerin e spitalit, ekonomi i klubit, ishte kasap, mishpretës. A i prejke gjanë dhe kështu që hekëm atë najtëm një 15 ditë. Ishte një përgatitje parë e një ekipe gjakovare në formë të organizume dhe profesionale. Për pas kësaj edhe 3 herë e kum qunë e vllazimin i kësi përgatitjet në natyrë, jo në qytet. Vrap në natyrë. Në natyrë vrapime edhe ushtrime, se kishte, njëherë kemi qenë mësafir të fabrikës tekstilit që ka pas pushimorën e vetë. Njëherë kemi shku në Drenovc, drejtori shkollës ma ka rshu shkollën. Tha Ilias, kisha një ofësi edhe në arsim edhe kështët. Tha Ilias, tha unë të arshoj, tha vish me në rujtë. Në shkollë. Mos me damtu shkollën. Kur ishin sukseset e para të vllaznimit? Kur filluan sukseset e para? Ne tashti, kur unë u ktheva, shkova unë me i vazhdu studimet, edhe tashti specializova futbalin dhe praksin e kryve në Zvezdën e Beogradit. Milan Milanici ishte trener, a i mu lut mu me qëndur aty, thash ja, unë e kthejna. Jo marrë dhe në Gjakov, hera parë,
kur kum pas probleme, o let tash me fol, a di kum pas probleme, ka pas, nuk thëm unë e gjelozi, po ka pas njerës që dëshëshin me të thy, që ti mos me pas sukses. Fatkeqësisht. Unë tashti fillova në vllaznim përsëri këtu me stërvitje të pandërprera, më ju thonë një gjë, unë isha i vetmuar. Vetëm 5 orë më vazhdojshin stërvitjet. Jo 45 minuta. 7 orë kisha mësime në shkollë normale, me njëheri 5 orë këtu, 2 orë vetëm me portiera punësha. Mandej me mbrojtjen, mandej me sulmin, plus që këta ishin lojtar, kur fillova me stërvit, lojtar me tradit. Nuk ishin këta fëmijë. A ekziston kjo tradit në ditët e sotme? A ka stërvitet tilla kaq gjata? Që tash t'ju them, du mos i kështu. Une në atë kohë pse e kum bo kështut, se është desht. Kemi pas shumë kundërshtar ekipa në Kosovë. Fatkeqësisht, për duna tash të ciki. NP ishin tonë malazez. Një serb ka qenë, një shqiptar e një bosnjak. Në Prizren, serb e tash të qytë të rritë tërq. Ku ka pas tërq në Kosovë? Kërë. Në gjdo kënd ishim na të vetmuar. Kështu që tash të ishte, e kisha të kriju me bindjen, a di qysh, thu se i thëshin qërëm, ju jeni në tokën e ju i kjo Serbi, shaka thënë, e këta s'jën kur gjo. Pse ndresat e vllaznimit janë kuqezi? Si u vendos? Në atë kohë unë e vllanë e kisha në Minhen. Ismailin, në dies pas, edhe unë po shof e thiri, Smajla mundësh me na i qu dresat kuqezi, po një pages simbolike. Veç mora, a i njeri që jeton me tregti. Po, unë e tha, nuk ju fali, por simbolikisht. Për postjerash, mos i ceket këto, vishin njerëzit pi Prizrenit, pi pa vllazimin, një burë teze Hasan Rema, e pa, kur përshkojnë shpi, lujtëm ne, nuk ka pas ekip që si ja kemi dhënë 6-7 golla. Fatmir Raci në dies pas, për më thot një dit, tha trener bre, përshkun së i Beogradit, rekordi e Evropës vllaznimi pi Gjakovës. I ka dhënë 106 golla, i ka marrë 7, që shtu më pa thonaj. Kër për gjejat njeri aty, po casen? Thash, a ki mu si e, ta e marrë më pëlla me ty. Pse? Ku ki pa, tha ti? Ku ki pa? Flamurin komptar, tha... Në mes qyteteve të Serbisë. Flamurin komptar tha mi Rejo Shkelma. A ju konë MDSH, ka qenë 18 vjetë në burg. Ato për mora në shpe, mos e kum qitë. A i me plot drejtë patë. Kështu që, viti 64, 65 më duket, Ismaili ka pru dresat, ishin shkryke vllaznimi, shkryke që të u konë vëja, si kokë shqiponje, edhe nisha vetën krenar. Se vllaznimi ka pas në ngjyrën e bardhë. Bardhë, edhe brek s'di kum harru, për ishte se mandej më kujtohet... A pat në i reagim për ish pushtetit, pushtetarve? Reagimi u boke me mu. Me vesh qarap ko që ziu ko një qanë për një fshatit shtike mran. Krejt problemi me mu, a unë s'kisha me dalë mi u kalzu këtë në më thirë shefi udbës, atëherë dhe për më thëtë Iljaz, ti tha vazhdo tonën. Shka folin për ty, unë se marren plus shajt në qera, plus se me ta pështet që je në i partinë, sa në unë nuk konë, u jem konë ministrës, jem konë antari lidhës komunistëve të Jugoslavisë, që u konë obligative. E detyrushme, po. Po, më thirë një shok, tha Iljaz, ti e di që si e organizum, tha, jë nëzër të lashe aty në gjendë dhe thash, i kom misitat e fort.
Gjavit Nimoni, Mahmud Bakalli, ata më propozun mua, ati t'ju talë, për dhe në thash, misitat jenë fort, ma japin qiken. Adin? Kështu që kishte reagime, mande i tha, ju pa të thonë njeni, ma vonë, tha, ti tash tonë po veshe Kuqezi. Kërkush nuk ka pas forcë në kohë kër Ilyasina ka u dhesh vllazimin me u vesh Kuqezi. Se ka qenë simbol kombëtar. Simbol kombëtar i cili ka inspiru në pafund me qenë rezistues, me bo përpjekje. Aq ma tepër që ishte dhe koha Rankovicit. A jeni zonj? Zonj. Qërëm zonj, ta thëmë njësen. Popullin nuk e mpronë veç kjo. E mpronë qëto. Kër i thua ti që unë e këtu e me në vend temin. Ti nuk ki me dominu me mu se shka do të veshi. Une Shqiponjen e kom kokë. A Kuqezi e kom shpirtin. Edhe unë dhe të t'jem qaj që arri këtë punë. Zoti Sina, klubi vllaznimit, skuadra vllaznimit në futboll, 9 herë ka fituar titullin kampion i Kosovës. M'duket se është skuadra kosovare që më shumë titujt ka fituar. Po. Çka do të thotë kjo për ju? Që t'ju thënë disen, une zonjë që thatë ju, une jetën ja kum kushtu vllaznimit, jo topit, vllaznimit. Une e kom profesion kulturën fizikë. Thirën e kom profesor trejner i futbalit. Me fëmijët Kosovës e kom zonë vendin e parë në Jugoslavi. Me fëmijë që i kom ledhë në për livadhe. Për e kom ujtë Hajdukin, Dinamin, Partizanin, Zvezdën, pse unë e jam aj që i kom dash mi kalzu Jugoslavis, jos edhe shumë të tjerë që janë, se edhe na dim me lujtë. Për këtë arsy, këto hera të gjitha janë që të regojnë se vllazimi ka qenë një ekip që ka pas respekt. Une, kur këte thamë, më vjen keq që pëduna mi përven une, kur kemi filluna, gjithë lojtarë jemi, anamnesën e ti kum pasu në fletore, më vjen keq, mi kanë kallë 2 parshpia në Gjakob. Gjithë që shka marë frymë se i cili e kum pasu në fletore. Kur kanë shku që e generata që e ceka, janë Femi Macula, Nafi Byci, Humdinuqi ka qenë legjende futballit e do tjerë, në ndërko unë e i stërvisha këtë generatën, Luan Vokshi, këta Zia dhe Gjafer Halil Osmani, Fatmir Raci, unë e dënë thët, ata kërkush nuk e më ka thënë bravo. Dënë thët, e kum përgatit atë ekip, e kum përgatit ekipin e cila ka me i zavendësu ata. Por një sen du t'i thënë, unë asi cent se ku marë në vllazim. E jëm krenar. Për herë parë vllazim ku marë, kër jëm këthyër 70-nishën. U konë kryetar klubi shefi supit një Gjakovar, Qazimi, thash Qaz, jëm lodhun e të punu pa pare. Arsenjevici, mur pare. Thirga, mur pare. Karem Filovici, mur pare. Janë gjihatën. Tha, Lazbër, po t'i e Gjakovar. Thash, po Gjakovar, po Magarës jam. A ju konë shefi supit. Do në thot une, kom krenarin, se ku më thonë vllazimi s'ka. Gjatë kohës kur ndesheshit me klubet e tjera, ta zëm në Serbi, se në Kroaci ishte më ndryshe me Kroat, po me Serbet, si ju pritshin, publiku është fjalla. Që tash ju të regoj, më shtit me cek një gjanë, kur ka qenë Karamfilovici trener, janë shku e kanë mujtë trepqen vllazimi e në Mitrovic. Tha ishim shumë do. Mitrovica ka marrë qëndrim, mirëzu vllazimin. Edhe sekretari lidhës futbollit Kosovës e më vjen në zyre. Më thotë sekretari, aso sekretar, po do me një reshati. Tha, shka po pëtaj në ten, hyni me i tha qëto fjallë. Po du tash me të thonë. Tha, Laz, a i shkon smut i gjori. Tha, du me të regu, kini qenë ekipa ma fort në Ligë 2. Të në ndeshet i ki hup, se une i kum pagur refert me hup vllaznimi. I trep që s'kë. Tha, u kon marë qëndrimin Mitrovic.
Tha, kur na mujti vllazimi shku me I blem bodat në Kralev. Ajo I vdekur, unë me ndërgjetje këtë them. Mandenje, për këtë më shtit të flasë për qëtë rast, ishim në Pirat. Populli janë dashamirë të futballit. Edhe na lojtëm qaq mirë, kur filloj me reagu parja e Reshatit të referi. U bo na u theshim 1-0, pësho që ata bëdojnë me na mujtë. Hyna ku vdeshin refert. Thamatin thash, ti a she mirë? Tha, kush jeti? Thash, po të pysa she mirë. Shka po t'intereson? Thash, Shëmbër, thash, ty duhet me ta marrë pipin edhe me të qumë me të shtinë në burg. Njoni, thot, tha, on jetë trener, kjo treneri. Njatja, tha, dil për jashtë, tha, nuk o këto Shqipni, bojmë na shadom. Me këto dhe më thonë, kishin mjaft ekipa që na urrejshin si nacion. E për lojtarët është një shumë gjana I kimi bo na vetë. Një ish kryetar I lidhës futbollistike të Kosovës, Besadet Jugoslavisë, një gazetar, I bën dogara preliminare me shku në Ligë 2. Jakub Kuqi e gjallë, Lujke, I kanë thonë 2 shqiptarë, në pej ishim të lujta në Mitrovica, tha për Sërmër, më tha Sami Ahmeti edhe Sokol Hadri, ka të keni, na kemi mi zonë vendin e parë. Ka pas, ta shqis besoj që ka, por 2004 shumë në jam ardhë këto, me ngrid vllaznimin, mendoj se kum kontribu. Një ditë tu më thirë gruja në telefoni, Iljaza, a ki marrë shtypin? Thash, po mërë, si zakonisht më këshyrë. Tha, jo, a ki marrë zërin? Thash, jo, zërin se marrë. Kur për këshyri, Iljasina shkarkohet nga posti. Kërkun në botë nuk ndodhë. Mi skarku njeri unë që punon, nuk për ditu thëshna. Edhe që të regon sukses, mi shkarku nga posti trenerit, unë e mandej, mi jo thënë drejtën shkova aty, në klub ju thash djem, jem marrë më përpjek me ju. Që shapi thëmë? Unë e këmë dhun kunor me grunë teme, me ju s'kom kunor. Këta që më kanë thirë këtu, kanë thonë se këj nuk na vynë mo, një djallë kej menqër, tha profesor, të kanë thonë për mes me t'i dhonë paret. Unë e disha, unë për pare asë njëherë s'kom punu. Gjithkush ka nevoj për pare, por janë 2 kategori, që rjepin edhe që punojnë sa, që shtojnë, sa me jetu. Kështu që ja kum kushtu edhe nuk kemi pendum, po kum qenë krenar që kum udhëheq vllaznimin, e tash kur më kanë thirr, ke shka qaj me ra vllaznimi në ligën e 2 në fund. Pse? Oj Gjakov, ata thëmë edhe një sen, vija Gjakovare, a mos e dini kush janë? Jo. Fadil Hoxha, Mamu Bakalli, Gjavit Nimoni, e më thanë Beograd, Shkau, babën general, Iljaz Bre, që ke vija Gjakovare e këpullti Serbin. Se kemi arrit në vëqë se kemi pas emnin Republik. Edhe ata thojnë, vija Gjakovare duhet thëj. Unë ka marrë Beogradi, ke qëndim Serbia. E për këtë arsy, mas najnë filloj edhe bëht në melankolik, kur thëmë, kur bo mërmera Gjakova ka qposhtë, une jam primitiv. Jam primitiv, nuk jam që me thonë, a di kush jemi na, po nuk e dërënë. Këta nuk e ki ditë, edhe shëtë më të thonë, e kimi pas në lune me shku në gjimnaz. Se kur shku Fadil Hoxha 47 që në të Enver Hoxha, e u hapë shkolla normale 2 vjeqare këtu, Gjakovarë s'kanë me shku në gjimnaz, kanë me kuj shkollë normale mi arsim unë Kosovën. E disa tashti që janë në përpozita thojnë, fillon fistrikin, ose këtë vend Gjakovarët e kanë lonë në qëtë gjendë. Të flasim pak për periudhën kur ju ishit sekretari i sportit, në këtë rast, si tashti që është minister i sportit. Vështirësit, sfidat, sigurisht keni pasur të bëni? Po, une, këm pas një shok, ka pas zërza i kanë thonë, ka vdek.
po më thirë një gjithë, tha Laza, e organizum jo. Tha, lajmërajt televizioni se je emëru sekretar, ta shpojthojnë minister. Po. Mirë. E para pun, e pash ish në konë bajegi i njohër, që nuk o kumë ditë. Kur shkova një, për më thot, tha, të ministri financave, tha Ilyas, për shkojmë bashkë se kom jaran. Kur him aty asë se këshyri ato, për më thot mu Ilyas, ta oroj emrimin. 110 milioni kishim. Mbledhjen e parë që e ka pasaj. Fond në ministri. Fond, po. Ne imi konë, jo parët poplit, parët të fondeve. Mbledhjen e parë, a i propozon mi adhon Ilyasit 300 milion. Plus. Tash për du me kalëzu si. Gjëqësish ministris. Ministris, jo Ilyasinës. Po, aty. Mandejne, Ymer Jaka, minister i arsimit. Mbledhjen e parë, 500 milion i qes të Lazi. Lazi më trup. Pa e Zidnushi ju dheqkeve përmëtari shoqore. O Ymer, a di shë e ka bënë mërë? Shok kryetar, u konën kryetari kuvendit. Shok kryetar, unë i kumë logarit të nësendet. Këto i kumë da për Lazi. Pi 130-ve u vici bona 500-800 miliard. Ka qenë befasia ma madhe me një farë Mehmet Begrace. Dhondër Gjakovës u konë mjek. Mbledhje parë isha aty, një mbledhshim në qështu. Ai, 600 milion për shëndetësis Lazi. Ka kësi pa e Zidnushi, tha, Mehmeta, je ka dyshe, e ka thu, ja, shok kryetar, une Lazi mi manë shnash, gjënt e kam spitalin pa të smut. Kështu që arrita une të shumë shpejt, i falendrej të vdekur dhe të gjallë, që më kanë përkra. Në ndërko, Bashkia Kulturës Fizike e Kosovës e ndërtoj shkollën e skijimit në Brzovic. Më duna me thonë, si kur këmë shku, mas shumë viteve se si të në këmë qenë, kur pisha Borën Sari. U kërani farë thëshin Gjakov Bora Kuqe. Po thot ajo një orë, jo mërë, thë s'kanë fmit. Nuk kanë kuko krynë këtë punë. Për asë një vjetë së konë, 350 shtretër. Shkolla skijimit, se cila shkollë, se cila dhomë, banjen, e kuzhina ma moderne në Jugoslavia tira ka qenë. Kuzhinjeri ishte kuzhinjer i Ministrisë së jashtme të Jugoslavisë në Rumuni. Edhe ta shtje ngritëm. Arritëm që për gjithë të shtu në dile me qenë derin 5.000 vetën Brzovic. Do me thonë, gjitha i fond, gjitha të para u shpërndan reciprokisht në gjithë Kosovën dhe përfituan gjithë rinia, gjitha sportet. Po, që pse? Së parit, ne kishim undërtun terenet për sportet vogla, edhe këtu në Gjakov, të shkolla normali, një qendër që tash i shkatru. Ku ishte, nuk ka pas pse ishe unë, tashti, këtë para të si që rrëth ku isha unë. Mirë, për mësi kur të gjonë, nuk e që isha në rrugë gabushme, unë isha krenar. U ndërtu stadioni Mitrovic. U rekonstruktu stadioni në Pej. U rekonstruktu stadioni në Prizren. U regullu që kjo qendra sportive të stadioni në Gjakov. Edhe për të gjitha këtyne vetë, Fakulteti Kulturës Fizike vjen dekani më thëtë, s'po kemi me shku me në skijim se s'kemi skija. I thash, a ki ekonomin atë, po thash qot në të vinë. U konë një Slovenia Sporti për fundi. Thash dhe për marri 200 par skije, 200 par pajisje. A i do gërnal, tha, kush i lanë këto? Thash, ju ka që Beogradi për shkesh, ka i hera dhe dhët mu talë. Kështu që asnjëherë nuk jem frigu për gjanat që jenë kry. Për këte arsy, arritëm na që në Kosovë mi pas 12 salat kulturës fizike.
Sloveni, kër më papa më thëtë, tha Ilyas, unë jam gjelozën ty, pse? Slovenia ka veç jam. Sot e kësaj dite ekzistojnë dhe në funksion. Po, edhe plus, veç do, e morëm një qysh milion vushtrin pasal, e ndërtum një sal, i thojnë Allakaq. Ajo e veçantë të ndërtum. Falë, veç do ashtë të thënë që krejt këto, nëse më vetëni, ajo në funksion nuk e di. Të paktën aq sa dim janë në funksion. Janë rinovu, por janë në funksion. Me qenë se minutat janë të rezervuara dhe po shkojmë drejt fundit e emisionit, sigurisht keni një mesazh për udhëhecit e vllaznimit të sotshëm. Nëse t'ju them një sen. Një djalë, burr, që të shue, shumë riskant e shumë dashamir i futballit gjakovar dhe i vllaznimit, ai për mu, në kokën time o heroj. Une nuk maj nërmen që dikush ka dhënë pare për vllaznim. Nuk e di, e ky i ka hi një... Aktualisht. Po, i ka hy një përgjësie dhe një shpenzimi material që nuk e di pse, kjo është ligë e oltë, nuk o kjo që po dele në Evropë po fiton. Vllazimit i nevojitet një punë e organizuar mirë. I nevojitet me pas në unë mos dalë lokalisht, me lujtë gjakovartë. Kjo ardhë dhe një shëngylli, po më duket, kjo ardhë Mr. V, kjo i ikë. Edhe tashti, me u hapë për pos këta që janë, duhet të shkollohen, edhe që janë të lujtë. Shkollë e eksplicive, shkollë e shpejt e futballit, që ata të dinë se shka ka me bo, se një, a dinë si, do shta unë e kom gabim, se unë e kom ushtru ka 12 orën ditë, vetë, a dinë, e kësut nuk mujmë i marrë në nërmen, kur dikush shkon 45 minuta në servitje edhe do sukses. Ata duen mas pari mi dasht, futballin dhe vllazimin, mandejne udhëtësia me e shqyqu kush o ka i stërvit. Pa njerëz ekspert. Pa regjim, edhe pa regjim. Ai nuk bën. Regjimi sportiv qërën, unë e kum qenë këtu atëhere, e kum pasë sa shkojsha me gruntime e si, për ajo dit, unë e nora që ka që më në shpe, këta e në gjithë ditën nuk mundësh ashtu të marri sukses. Duhet një program, unë jo të regova, i kum pas, çdo njeni shka bën. E këta e din, disa prej aty në nashtajnë edhe që hala luin, nëse ti e dën vllaznimin, dënë thëtje ka do edhe populli. Duhesh mi ditë se, veç aty them një sen, pse une, kur e servisha vllazimi, kishte 5.000 punëtor, kjo Gjakova. Ata në predak, e në cinktore, e në tekstil, ata në konë të lumëtën se ka fitu vllaznimi. Në mëkat të hidhrojsh Gjakovartë. Mirë, të flasim pak më me emocionet të ndryshme. Si e qoni ditën? Stërviteni? Ushtroni? Po, unë mi e thonë të drejten, unë shëtis në për Evropë, ta është njëherë jo, i kom 3 djemë jashtë. Minhen, Napoli, në Vjenë, fatmirësisht, këtë djali Vjenës, o architekt, sot e ka fitu një qupë. Sot që falimderit. Une nuk jam që rri me i vanë. Për para vrapojsha, e në patë thonë një dhondër, tha Ilyas më zdilë, përse këta si në mësu me patë i vrapu në për rrugë. Tash edhe kanë fillu dhata me vrapu në për rrugë, mu ma patë në njëllë. Shkoj në fitness, letëzoj. Në moshën 81 vjeqare. Po, shkoj në fitness, 2 herë në javë, prej disponimit. Prej disponimit në fitness, prej disponimit me shetit, edhe prej disponimit foli me gjendë. Kur jam i disponum, shkoj e strukav në diku. Edhe, me thonë të vërtetën, lexoj ma shumë libra njerëzve të mëdhaj dhe të poshtër. Lexoj luftën te me të Hitlerit,
mi ditë qysh ka mujt ai njeri ja që i poshtër me qenë, e ai nuk u koni poshtër, për ne u koni poshtër, për Gjermant jo. Me lexoj Merkelken, lexoj njerëz se pa i pa këto gjana, kum lexu dikur romana dashurie. Tash du më parë shka po bojnë njerëzit. Kështu që një ditë kalon edhe kam shumë njerëz që më ftojnë me dalë me bisedua, me pi një kafe. Mas me dëshirë, është një grup gjakovar në Hotel Grand, ta ata shkoj. Ta ata shkoj, për ata janë që ndëgjojnë lajme të Kosovës, o ato se ndëgjojnë. Se tëna janë të njejta, tëna janë që veç lavdrata e punë s'ka, e këshyri do t'jashtme. Ato pi gjuve t'jashtme e di vetëm sërbishtën. Janë do Al Jazeera, Zagrebi, kështu që koha e më shkon me mjaft dashuri. Me mjaft, kom një familje, më gruja, stratë ushme. Si do që t'jetë ata që po në ndjekin në këto momente, besoj ju ka pëlqyer sistemi i jetës dhe i punës tuaj dhe ta marrin parasysh dhe të veprojnë edhe ata në këtë formë si keni vepruar ju, në qoftë se janë udhëheqës të dikasterëve të ndryshme, po edhe punëtor të thjesht ose sportist. Unë jam çdo herë në disponim, nëse ka i vetmi vend që du me ndihmu, nëse ka nevoj vllaznimi me ndihmu në Ajsan, unë nuk kam nevoj mu afirmu, për kam nevoj mas perdës me ndihmu profesionalisht. Do më thënë, shprejni dëshirën dhe jeni gatshëm të ndihmoni sot e kësaj dite vllaznimin. Vllazimit ja kum kushtu jetën, nuk është që unë tash në për çfar mjegullime jam fut për vllaznimin, a kum pas me dalë mi u thonë që shka bona, veç ajtë. Mas pari ju falenderoj, kum pas dëshirë, një biset t'il mi pas me njerëz të qytetit tim, që e du, e rralë për vej, se jo që jo largë, mu ka kallë qerdhja. Dy par shpia mu kanë kallë, kështu që kur shkojsh në përhallë, nuk kom marrë. Zotisina, në emër të gjithë shikuesve që po na ndjekin në këto momente, ju falenderojmë gjithashtu edhe në emër të stafit realizues të këtij emisioni, ishim të nderuar që ju kishim sot në studio, ju dëshirojmë shëndet, pikë së pari dhe punë të mbar kudo që shkoni. Faleminderit, unë me të gjithë më kërkojnë ndihmë edhe më pyesin. E i vetmi vend që dëshiroj me ndihmua që ky në qiell. E që dëshiroj me qenë, unë e admiroj emnin e vllaznimit dhe të Kuqezit. Kur kënojnë ka një këngë Kuqezi radja, nuk e më inspiron. Pse vallai tash është lezet, jo lezet, po kanë shmëri, çdo gjë mund me bërtit në radje, kërkush nuk thot jo. E në atë kohë, kur kanë bërtit Kuqezi, vetëm që të dy të them, kur nga kanë bo, për kush përshkon Ligë 2, ka ardhë një ekip të Kosovës e ka stërvit një Krivokuqa i kanë qujtë. Në Mitrovicu Lëkeloja, i kish pas thonë jonit, ku shoqe kjo vllaznim? A i kalzon, sa unë ku këtë botën e kum shetit 90 minuta, më smunal. Kohë e ardhë, besoj. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda që zhvilluam me të madhin Ilyas Sina. Miru pafshim në emisionet e radhës. Faleminderit edhe një herë.